Marrëveshja për anëtarësimin e Shqipërisë në Bordin e Paqes ka shkaktuar debate. Në Kuvendin e Shqipërisë, Kryeministri Edi Rama tha se aderimi i Shqipërisë në këtë organizëm është një vlerësim për qeverinë, por opozita e akuzoi për përvetësim të ftesës. Nisi si një debat për procedurë, por në parim të gjitha palët dhanë dakordsinë për ratifikimin nga Parlamenti të marrëveshjes për Bordin e Paqes, pas plot fuqisë dhënë nga Presidenti i Republikës. Opozita akuzoi kryeministrin për personalizim të ftesës së bërë nga shefi i Shtëpisë së Bardhë dhe kërkoi shpjegime se pse Edi Rama nuk ndodhej në Davos për të firmosur krah presidentes së Kosovës, Vjosa Osmani. Ne qëndrojmë në çdo problem sigurie pa ndyshje në anë në Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Personalizon një ftesë e cila nënkupton në absolute Republikën e Shqipërisë. Pse e bëni kështu ju? Hajde urdhë, ta votojmë si duhet, po pa emrin që nxin. Arsyen e mungesës e dha vetë Edi Rama, i cili ju bashkua seancës plenare gjatë diskutimeve. Në fakt, unë duhet bëja një zgjedhje midis ftesës së babait apo të mikprisja vajzën këtu në Shqipëri. Edhe zgjodha vajzën. Dhe natyrisht që vajzën e zgjodha me lejen e babait. Aderimin e Shqipërisë në këtë organizëm si antare themeluese, kryeministri i atribuoi punës së maxhorancës në 4 mandate qeverisje, duke i kujtuar opozitës se do ta ngrinte kartonin pa hezitim. Me votën tuaj do toni Bordin e Paqes dhe mua si përfaqësues i Bordit të Paqes në Shtëpinë e Bardhë. Do fitojmë apo jo? Po. Akuzave të demokratëve ju kundërpërgjigj me ironi. Ju fituat sepse e paremëruat popullin që mua do më thërrisnin në Amerikë në datën 20 janar, po ky ishte lapsus, për të paraqitur në prokurorinë federale. Dhe ju thatë shqiptarëve se ajo ishte vetëm një provë generale e ushtrisë amerikane për rrëmbimin e Ramaduros nga ajo zyra në kryeministri që e keni fiksim 12 vjet dhe mblidheni si qindra Romeo dëshpëruar për një Juliet të vetme. Poshtë hodhi çdo pretendim për detyrime financiare ndaj Shqipërisë dhe pritjet e emigrantëve palestinezë. Ju denoncuat aferën $1 miliard, që unë në fakt ja premtova sekserëve të bordit, po denoncimi juaj më detyroi të hiqem nga ajo pagesë dhe detyruat presidentin Trump të më pranojë pa pagesë. Opozita si kujtoi jo vetëm non gratën e kryetarit të Partisë Demokratike, por edhe lobimin e kësaj të fundit në SBA. Ju do i dali fjala që non grata do hiqet në mars të 2025-s. Dhe pavarësisht se është 2026-a, juve vazhdoni fort se në mars 2025 do ta hiqni. Si stacion të fundit të demokratëve për të ardhur në pushtet shespakun, ndonse këtyre të fundit i kujtoi edhe kongresmenët amerikan. Ka qenë një sportel mbrapa kryeministrisë kur ne bënim shërbitje basketbol te fusha e zezë, ishte një sportel ku shkruhej letra nga populli. Kështu është bërë spaku. Çoheni edhe këtë letër. Nuk ka asnjë dyshim se vendosja e Shqipërisë në Bordin e Paqes për të është treguesi i qartë i fitores së radhës. Sa më shumë lejnë qend, aq më përpara ka shkuar karvani dhe aq më e madhe është bërë distanca mes karvanit dhe qendve. Kryeministri tha se javën e ardhshme do t'i drejtohet Parlamentit të Izraelit në të njëjtin format që u rezervua më herët edhe presidentit amerikan Donald Trump.